thonë mërna të tregohet që historia që aja ka pas një bullizim, ka pas një problemi, ka ndodhur viteve intime, mërna serialit. Kur t'hin, sa ma fell që hin e shesë se cili fëmijë vumbi bullizimit. Një ndër reagimin ndaj kësaj dëkurie u ka shku deri në ekstrem e këtij djalit. Domthon vajza ka fillimisht e bullizuar jo pe djalit, pe një grup tjetër, një grup më organizuar janë të bullizu këtë djalin, aja i ka prik këtij grupi si lloj mbrojtje për bullizimit vet. Domthon nëse e vren sa të dalin, kjo teknikisht aja pjesa e skenarit çka është te seriali. Për pjesën tjetër që ka thonë është që seriali paraqet që domethën aja që e tha edhe Urtina është që nuk ka ndryshuar kuptimi biologjik edhe aja problemet nuk është që s'dihen për adoleshent. Problemi është që nuk dihet sot nuk nuk e njohin internetin sa e njohin adoleshent. Botën sociale nuk e njohin sa e njohin adoleshent. Policia nuk e njeh sa e njohin adoleshent. Psikologë, sociologë nuk e njohin sa e njohin adoleshent botën sociale. Jo domët e saj, funksionimin teknik po flas. Domthon ata e njohin edhe ata kanë arritur me ndërtu një botë të re, mëna botës virtuale. Ky është problemi, që ata po mëna botës virtuale që ka pru efekte edhe i kanë zonë pa përgatitur. Po flas për serialin, jo çdo shoqëri mund të pasë ata probleme njëjtë, mund të pasë kuadrat që i njohin shumë mirë, po seriali para çet çto. Domethon është një polizë përvojë shumë i suksesshëm në episodin e dytë që shkon më merr me rastin në shkollë. E thonë ke shkollën nëse e vjen është një element film ku djali vet e don edhe lyp në komunikim me babën e vet, realisht djali është shumë i vetëdijshëm çka ka ndodhur, cilët janë motivet e krimit se vet polici. Po patjetër. Po është një element shumë i rëndësishëm edhe në raportin e hetuesit me djalin. Aty fillojnë ata edhe djali. Pa dalë te tema. Edhe bab me zhvilluni raport. Po çashtë, domethënë pa dalë te tema që ajo është polici në kohë shihet që si prend nuk kalo shumë se nuk ka komunikim apo me aty asaj kolegës vet. Biseda më gjatë që kam bërë me djalin e herë. Domethënë, është biseda tjetër në të shkurtër. Kjo është pasur shumë e rëndësishme. Qysh edhe familja, qysh po i plotson çto në. Në skenar thirrët mini temë. Në një temë të madhe na lëshojmë një temë të vogël. Ka pas shumë mini tema. Shumë, jashtëzakonisht, domethënë, po ajo çka kërë thonë është që domethënë pa dalë të kemi një temë raporti djalë bab, na e shohim që një djalë i shkollës është shumë më i vetëdijshëm çau ka ndodhur se vet polici. Që ka shku, domethënë, ajo është ka e lyp një pistë totalisht klasike të krimit. Ku është arma e krimit, kjo që është lyp prej kur ka ndodhur krimi, pe para historisë, ku ka filluar me unë gjithë arma e krimit, kjo është metoda që e lyp policia. Jashtë kësaj metode, domethënë, a u zhvillu përballë zhvillime moderne, që është interneti si një zbulim për zbulime të mëdha, rrjetet sociale masnaj marrë pjesë e internetit, a janë të vetëdijshëm policia botërore po flas. Domthon bot në kuptimin shoqëria botërore, a është e vetëdijshme për çto, a jam ka i njohur çto edhe efektet e rrjetet sociale. Rrjetet sociale në sociale, me socializu gjonat kanë ardhur. Po jashtë socializimit gjonat, a jem ka i njohur anën e kundërt të kësaj, që po bën çto efekte. Tash nëse morëm, nëse çka raporti tash, domthon ka herë shumë adoleshentë që janë më të vetëdijshëm, me gjithë se e njohin botën sociale, që funksionon. Me gjithë atë kërkush në shkollë nuk ka dilemë çka ndodh krimi, as pse ka ndodhur. Nëse fëmijëve. Domthon ajo çika që sërmon djalin tjetër, e sërmon shokun e tij, as thotë ju e keni vish bullizuar me avon, kjo ka bullizuar juve, është grup e një grupi që kanë bullizuar një grup, valla janë ata e dinë keq apo ndodh. Arsimtarët mësuesat nuk janë të vetëdijshëm, thonë jo, nuk di na bëlën, na ka dhënë raport shumë i mirë, kanë pas komunikim. Kjo është përgjegjësia e shkollës. Jashtë pa përgjegjësisë, u mendoj që jashtë atyreve janë domojna jena pa njohur në botën e internetit. Tash jena halo mirë nuk ka një analizë, domethënë ka mungesë të paktën që mund të pasin iniciativa individuale që njerëz kanë bërë shumë hapa të mëdha të studimit. Po alo si kena shtin në plan programe qoftë shkollore, qoftë prindve, domethënë psikologja tha mirë shumë, domethënë është prind do të më mbikëqyj këtë pjesë. Po veç sa njohin vet prind. Heni këshyr, domethënë policia nisin edhe i thonë te ke pas shoqe. Ata dyshojnë që ka pas dashun se ta kanë komunikim me komente. Vazhdimisht, edhe komentet në pamjen e parë nuk janë bullizuese. Nuk kanë përshim, domethënë policia është e pavetëshme. Prindi hen e kontrollon edhe nuk ka ide çu ka ndodhur në bullizim. Arsimtari, mësuesi, kushdo që qoftë mbikëqyrësi në shkollë, nuk ka vetëshme. Nëse gjeneratët tona ka mund me identifiku. Malati që thonë mësuesi, kam thënë ç'është. Është identifiku bullizimi. Tash përmes rrjeteve sociale ka ndryshuar formë. Edhe ata nga jetojnë një parformë me jetë paralele, adoleshentat sot
me botën tjetër të rritur, edhe me institucionet, edhe me familjen, edhe me prindë. Domethënë, ata nuk kanë prindë janë totalisht pavetëdijshëm çka ka ndodhur. Gjatë asaj nuk filmi, paktën nuk ka tendencë seriali me e shit prind pa kujdesshëm. Domethënë tregon se ata nuk janë këtë pa kujdesshëm, janë të pavetëdijshëm. Ai mendon që ja ka pru, okay, djali ka nevojë për kompjuter, ka pak për programimit, pak për kësaj, t'i dhoni mundësi për punësim, atë vetë ja ka ble mos ju më koni dhënë shumë, i ka dilema që vinë, bobat që aja që është pasojë që vjen natyrshëm.